A e dini se ekziston një histori e jashtëzakonshme për një kapetan shqiptar që guxoi t'i thotë e vet sultanit? Dhe jo vetëm kaq. Ai dogji urdhrin e sultanit para syve të tij. Historia flet për një kapetan nga malet shqiptare, njeri i nderit dhe i besës, i cili njihe për trimëri dhe për një karakter që nuk thyhej kur. Sultani, duke dëgjuar për reputacionin e tij, vendosi ta thëras në oborrin perandorak. Jo për ta ndëshkuar, por për ta bërë komandant të perandorisë, me grada, pasuri dhe pushtet. Kur kapetani shqiptar mbërriti, sultani i dha në dorë një urdhër zyrtar. Nga sot do të jesh shërbëtori i më i besuar. Të gjithë obortarët heshtën. Të gjithë prisnin që ai të përkulej siç bëhej zakonisht. Por shqiptari nuk lëvizi. Ai ngriti kokën, pa drejt për drejt në sytë e sultanit dhe tha: "Unë jam i lirë." Dhe shqiptari si shërben askujt me detyrim. Në atë moment, nxori urdhrin nga zarfi, e palosi ngadalë, dhe e vuri flakën me dorën e vet, ndërsa letra digjej në mes të sallës. Obortarët u tmerruan. Rojet prekën shpatat. Ky ishte një akt rebelimi që shumica do ta paguanin me jetë. Por sultani nuk e vrau. Ai u ngrit ngadalë dhe tha: "Kush nuk i nënshtrohet as frikës dhe as pasurisë, është njeri që edhe unë duhet ta respektoj." Kapetani shqiptar u largua nga obori me kokën lart, pa marrë as titull as pasuri, vetëm me nderin që se fali kur. Sot, kjo histori tregohen si shembull i asaj që shqiptarët kanë mbrojtur gjithmonë: lirin, karakterin dhe besën, sepse ka momente ku një letër e djegur vlen më shumë se një perandori.